brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, një tjetër moment i rëndësishëm ka tërhequr vëmendjen e banorëve dhe publikut, pasi Brikena ka folur hapur për marrëdhënien e saj me Mateo dhe për idenë e një martese brenda shtëpisë. Në një bisedë të sinqertë me banorët, ajo është shprehur qartë se nuk ka as pak dëshirë të bëjë dasmë me Mateon dhe se nuk dëshiron të martohet në kuadër të lojës. Brikena ka theksuar se për të martesave është një hap shumë serioz në jetë dhe nuk mund të trajtohet si pjesë e një spektakli apo strategjie për lojën. Ajo shpjegon se nuk e sheh të drejtë që një vendim kaq i madh të merret në një ambient ku gjithçka ndodh në presion, kamera dhe emocione të forta momentale. Gjatë bisedës, ajo shprehet se ndjen një lloj presioni nga situata e krijuar, sidomos pas deklaratave dhe afrimitetit që Mateo ka treguar ndaj saj. Megjithatë, Brikena thekson se ajo dëshiron të jetë e sinqertë me veten dhe me publikun, duke mos bërë veprime vetëm për spektakël apo për vëmendje. Sipas saj, ndjenjat nuk mund të detyrohen dhe nuk mund të përdoren si pjesë e një strategjie loje. Ajo thotë se marrëdhëniet e vërteta kërkojnë kohë, njohje të thellë dhe siguri, ndërsa brenda shtëpisë gjithçka ndodh shumë shpejt dhe shpesh ndikohet nga rrethanat. Brikena tregon se e vlerëson Mateon si person dhe si shok, por nuk ndihet gati për një hap kaq të madh si martesa. Ajo shpjegon se nuk dëshiron të japë premtime që nuk i ndjen plotësisht dhe nuk dëshiron të krijojë pritshmëri të rreme. Ajo shton gjithashtu se një dasmë brenda shtëpisë do të dukej më shumë si pjesë e lojës sesa një vendim i sinqert nga zemra. Për të, martesa duhet të vijë në momentin e duhur, jashtë presionit të kamerave dhe larg situatave konkurruese. Banorët e tjerë e dëgjojnë me vëmendje dhe disa prej tyre në mbështesin mendimin e saj, duke thënë se është e rëndësishme të ndahen qartë ndjenjat reale nga dinamika e lojës. Të tjerë, megjithatë, mendojnë se reagimi i saj mund të ndikojë në marrëdhënien me Mateon dhe mund të krijojë tension mes tyre. Brikena shprehet se dëshiron të shmangë çdo keqkuptim dhe se preferon të jetë e drejtë për drejtë që në fillim. Ajo thotë se nuk dëshiron që ndonjë vendim i nxituar të ndikojë negativisht tek të dy, sidomos në një ambient ku çdo gjë analizohet dhe komentohet. Ajo flet edhe për rëndësinë e respektit në një marrëdhënie, duke theksuar se dëshiron që çdo hap të vijë natyrshëm dhe pa presion. Sipas saj, ndjenjat duhet të zhvillohen në mënyrë të lirë dhe jo të shtyhen nga situatat e lojës. Në fund të bisedës, Brikena përsërit qartë se nuk ka dëshirë të bëjë dasëm brenda shtëpisë dhe se nuk do të martohet për lojë apo për spektakël. Ajo thekson se zgjedhjet e saj janë personale dhe bazohen në atë që ndjen realisht. Kjo deklaratë ka krijuar diskutime të shumta mes banorëve dhe ka sjellë një tjetër dimension në marrëdhënien mes saj dhe Mateos. Tani mbetet për t'u parë se si do të reagojë ai ndaj qëndrimit të saj dhe si do të ndikojë kjo situatë në dinamikat e shtëpisë dhe në rrjedhën e lojës në ditët në vijim.